Banorët e 16 fshatrave të njësisë administrative Dropulli Poshtëm marrin shërbim në qendrat shëndetësore të Sofratikës, Dervicianit, Grapshit, si dhe në 13 ambulanca. Me fillimin e pranverës shtohet gradualisht numri i banorëve, ndërsa në muajin gusht numri i tyre dyfishohet. Kjo periudhë kohore përkon edhe me sezonin turistik, ku vizitorë vendet të huaj frekuentojnë sitet arkeologjike në Sofratik, objektet e kultit në Goranzi dhe në Peshkpinë e Sipërme, monumentin në natyrë Shpella e Skotinis, apo dhe traditën dhe kulinarinë në Dervician, në Grapshe, fshatra të tjerë të zonës. Kështu që qendra shëndetësore e Dropullit të Poshtëm ka hartuar një plan masash për dhënien e ndihmës së parë në rast nevoje, si për banorët që kthehen në vetëlindje nga emigracioni, ashtu edhe për vizitorët. Si gjithmonë, neve kemi marrë masa të duhura në lidhje me shërbimin mjekësor për turistët, sepse janë të pranishëm nga disa vende të botës dhe mundohemi që ta alternojmë dhe të jetë çdo gjë në favorin tonë. Të gjitha ambulancat tona janë të pajisura me medikamente të duhura, dhe shërbimi është normal, domethënë. Nuk ka asnjë mungesë medikamentesh. Edhe në orët jashtë orarit të punës, banorët dhe vizitorët mund të marrin shërbim shëndetësor. Shumica e infermierëve për fat të mirë i kam më vendase dhe përveç faktit që kanë vite dhe eksperiencë pune dhe bëjnë një shërbim të shkëlqyer, ato gjithashtu e njohin dhe me thellësi dhe kanë akoma dhe më shumë privilegj për të marrë dhe për të shërbyer pacientëve tanë, por gjithashtu edhe turistëve që neve na vinë na vizitojnë. Njësia administrative Dropulli Poshtëm ka rreth 10.000 banor të regjistruar, ku vetëm 1/3 e tyre janë me banim të përhershëm në vendlindje.